Përshëndetje mes të dashur të emisionit 10 minuta. Po takohemi edhe sonte në sfidën e radhës, e sfida e radhës sot është shumë e ëmbël. Sot bashkë me mu, edhe me Gjenetën, kena me pregadit një ëmbëlsirë për veç 10 minuta, kështu që na ndisni. Që që përmenda ma herët, jom këtu me Gjenetën. Gjeneta ka me na mësu sot me pregadit një ëmbëlsirë të vogël. Gjeneta, që shpo kalon edhe që pëjes puna? Mirë, faleminderit. Tash jemi në prag festave të fund vitit edhe ka fillu kërkesa e torteve dekorative. Pa e vazhdu bisedën, Gjenet, o rregull e emisionit, gjithmonë është me elshu tajmerin, 10 minutëshin, edhe me vazhdu në pregadit tortën. Po gjatë pregaditës kësha pas qef shumë e bo një bisedë me ty, edhe me më tregu, ndërkohë se qysht ka jetë sezona e verës. Sezona e verës, po vazhdon edhe tash. Na jena deri natën e vitit 3 kena dasma, edhe s'mëj me thonë që ka përfundu. Për mu sezon së vera, po, tama në bo verë në dimër, edhe sezona e dasmave, po, edhe mirë është, mirë ka ecë. Kena pas kërkesat ndryshme, kena pas dasmat ndaja, kena pas eventet, edhe përveç dasmave dhe eventet tjera, kështë mirë u konë mirë, si vetë u konë shumë mirë. Këto minitortat më thaj keni pru të parët, a? Po, këto bento cake, tortët japoneze, na i kena pru prej vitit 2021. Apo mësën tash që ako me buone që të? Besoj me përzi den. Po, a du të përzi alo? Po, keme përzi. Besoj me përzi den. A jam të ditë? Mirë është, mirë. Taman deri shlagut janë njësa ashtu me vizlu. Dë botin një trajtë shumë. Mirë është. Okej, tash? Edhe vendosim të qesja e pasqeris me atë formën dekorative që e kam fënë po. Provën edhe jo që është me u përly. Unë s'jom fort e kuzhinës e këtyne, bëllë e kom provu në këtë emision, po nuk pedan. Mirë, është për një bento cake, mi afton që e pjesa, kena me bo një dekor. Jo, tash mundesh me shty derit pjesa e dekorit poshtë. Okej. Edhe po të luty me shprej talentit tash tanë. na i dekor diqka. Po, one me ndova mja bo ana shkrejt, që me rëtu dhe mranda mja vendos dekorin. Këtë tortë të quet, zotës të jam kretë. Ja more dorën, ka fundi. Ka fundi. Tash, a kena me bo anash në i sanë? Te vendas, është tortja jote, po, të është tortja jote, po. Si për vete. Si për vete. Kom këqyrë kështë TikTok, atë për nga ditë tortën. Po jo, ja keni haberin kësa i punë. Po leti bëne bashe bukur. Simpatike, dicysh, si me pas amrin tam. Përbërësit e kësaj ëmbëlsire mrena që? Zakonisht e qëto tortët e vogla nuk është që kena hapësirë me bona i farë eksperimentimit ma. Shkojnë klasike, çokoladë, vanilë, naj fruta mali, diçka kështo. Nuk është që dojnë hapësirë me bo diçka shumë. Një ditë këna marrë dhe më pregadit këtë ëmbëlsirë për fillimet. Po, kismet. Ama jo 10 minuta, se po me në një që është letë. Regull e emisionit 20 minuta, bile që jena të hupë kohë dhe 5 minuta i kena me përshpëndu qëtë mini tortën. Qa mujna me bo tash? Tash të vendos që shpo dhe me dekoru kështu final. Okej, qka mujna për shamë me vendos? Tortave që ka marrë një pamje festive. Okej. Edhe... Me që jemi ofër festa, po bojna diçka pak ma festive. Ti po është do dekore super bukra, që atje. Qka pi vendosim kësaj? Si në shpitane, vendos, shko me re, krytjen të punu me dorë, i i përve të poli resht. Okej. Hajde. O, tepër të bukra, bre. Veç këshore, a muj me dorë, me ka? Poli resht. Qëre, bre, s'ka shansë që e ke bu me dorë, a?
Në atë emisioni ma shumë minuta ta demonstraj. Jo, qësë qysh kime më tregu qysh i ke bo. Do më thonë artën torte. Po marëzën tortën kë babadime rimadë. Që feks për bjen? Po brevi që të kam. Mira. Një qëllë shumë. Sa bukur. Tash, a kena në sen që muna mi vendosë kështu anash? Po liresht. Qka ka prej këtyne që në gjitën? Qajna do i kom po kështu pak? Ka dekoret lojlojshme, ka dhe produktet gatshme, po zakonisht na këtu pjesën e dekoreve e bojmë krejt me dorë se tortit na vinë personalizume, dhe më thonë vinë me kërkes, po me që torte shka një brad. Okej, ku me marrë breden? Se halos s'pidi vendet kujki. Okej. E qysh, do këtë janë edhe do sanet që i ngjyrosni këtu? Po. Shumë më intereson puna e qëtyne ngjyrat që i përdorni në torte. Gjitha ngjyrat janë ngrënshme, janë do me thonë sigurta për ushqim, edhe mund është liresht me përdor. E qysh, qëfare janë, a i ki, a mu i mi po? Po, pa tjetër. A mu i mi po në njënën për tyne? Më thonë, është sanet që më ka interesu gjithmonë, qysh për përdorë ngjyrat në vërsira. E kaltërta e kuqja, janë formë gjellit, kanë ma shumë pigment, mandej ka ngjyrat lëngshme, edhe ngjyrë pluhër. A mu i me provu? Po liresht. Nuk po të 10 besoj. minuta. Nuk po mani, nuk po të besoj. Që me përdorim që të kaltërtën. E dush me pas kujdes me jetë sa ma pak, se ka këgja shumë pigment edhe... Përzije, besoj që soja more dorën. Ka dalë Që tani përtojna njeza. S'po dëna. Do më thonë me qatë shpak krejt boq kjo, a? Po. Pak si po duket pas të dhëmë, dhe. Edhe për ta abido kokos me bo si borë. Oh my god, okej. Sojën të e provu. Halo po tut ma. Për hana i ngjyrë. Nuk i ndryshon diçka S'ka me deka? Jo. Okej. Që të jo e... Ma nejsë di, e Ma nejsë di. Qa ka me bo tash me këta? Mandej me që të... Kokosën e përdorim si borë. Këtu ka me qita? Ku dush, te shprehe. Sot s'pëdu me të përzi. Po më do këtë pëdlimat. Jam so me kursi. E stash, po do këtë shumë e bukur. Para me në të kështë bu ti. Sa e mirë kështë dojë. Jo, s'ka na i fardalime. Po thua, shumë e mirë. Edhe pse kryevej pra e kësar ëmbëlsirë është që kë baba Dimre, që ka bu gjenetat, që mu më kalon pa fjallë, dhe më thonë, edhe ma ka zbukuru krejt komplet këtë ëmbëlsirën ta. Na e kena kry shumë herët, e kena edhe 1 minutë ko, po kështë që onë përdu me provu. Liresht? A mujna? Një thik, se më doket me prej di. Qështu s'pe prej dhe në fund heq, që ka shpelojna, edhe stash vish në piron. Për sa persona ata që është kjo? 2 deri në 4. Unë e menoj që kjo gjysh për një Për ty po. Për ty po, jo, 2 deri në 4 është, për ma shumë për shto rastet qifte. Ose, mas shumë t'i marim për mujor të bebave. Po gjinin që e Po, zbuloj? edhe gjinin po dhe çdo muj ka një, po, dhe në ja, fund 12 torë dhe ma dhe është tortja finale. Edhe këto janë të ngrënshme. Krejt, po. Gjeneta, ëmbëlsira ka shumë e shishme. Qashtu që shka edhe biseda me ty, shumë e ngrët, shumë e mirë. Unë të falendrej shumë që na ke hapë dyrë sot, edhe na ke lënë këtu me eksperimentu. Edhe unë veç të uroj punë të palashme dhe suksesin punën që të e bënë. Gjithashtu edhe juve, mos më hajdeni më për 10 minuta, hajdeni ma gjatë, edhe kuptoni që nuk është letë me bu torte, se dikush e merë si diçka që hajtë se një torte. Për shembull porosi gjatë ditës, na punoj me porosi edhe thirrët shpejt është e thjeshtë, nuk është e thjeshtë, e ka një procedurë cilën
Veç kush e bën e kupton. Veç kush e bën e kupton. Xhenet, faleminderit tani herë shumë. Edhe juve shumë. Evra me së dashur, ka që keshim edhe për sonte në 20 minuta, po besoj që u kënaqëm bashkë me mua dhe me Gjeneten. E sfida tjera na presin ditët në vazhdim nga unë, Anjeza dhe Babadim Rian. Natën i mirë.